18.000 euro për zhvendosjen dhe rikthimin e shtatorës së Ibrahim Rrugovës. Në Prishtinë, projekti për ndërtimin e sheshit George Bush po shoqërohet me debate të reja. Pas kritikave për mungesë të respektimit të ligjit për trashëgimi kulturore, në qendër të vëmendjes tani ka dalë çmimi për zhvendosjen dhe rivendosjen e shtatorës të ish-presidentit Ibrahim Rrugova. Për zhvendosjen e shtatorës do të kushtoj rreth 8.000 euro, ndërsa rikthimi i saj në vendin aktual edhe 10.000 të tjera, në total 18.000 euro vetëm për lëvizjen e monumentit para katedrales Nën Tereza. Drejtori i Drejtorisë së Transformimit në Komunën e Prishtinës, Gëzim Kastrati, për kohën tha se nuk bëhet fjalë vetëm për demontim e montim, po për ndërtim të plotë të platformës ku do të vendoset shtatorja. Nuk është vetëm montim apo demontim, por komplet ndërtimi i platformës ku do të qëndrojë shtatorja. Në total, ndërhyrja është mbi 63.000 metra katror me çmim 288 euro për metër katror. Por vetë autori i shtatorës, skulptori Fatmir Hoxha, e konsideron çmimin e parashikuar si të fryrë. Ai thotë se zhvendosja e veprës kërkon kujdes të veçantë, por kostoja llogaritur është më lart se realja. Kjo është hera e parë që në Kosovë publikisht do të paguhen shuma të tilla për lëvizjen e një monumenti publik. Zhvendosja dhe rivendosja e shtatorës janë pjesë e kontratës së madhe për ndërtimin e sheshit George Bush, që ka vlerë mbi 18 milion euro. Ndërkohë, pas përplasjeve të shumta rreth punimeve në këtë shesh, kanë filluar edhe përplasjet rreth çmimeve dhe procedurave ligjore, që pritet të mbeten në qendër të debatit publik në ditët në vijim.